Në fe nuk ka këmbë. Dëgjoj, kjo është prallë e kulluar. Nuk ka fe në këmbë. S'ka një besimtar, këmbi është rasi. Pra këmbi është për disa është mirim që kanë linë të tillë që flasin gjuhën shqipe. Pra nuk do të kishin dashur. Pra kjo është një mashtrim i rallës. Pra dhe vetë Muhamedi ose në suret e tij, ose në hadithet e tij, pra ai thotë se e lartëson veten dhe popullin dhe fisin e tij. Pra ai e ngrit vetveten mbi të tjerët dhe ky fis, pastaj edhe ky popull duhet të mbisundoj në aspektin, duhet të udhëheq me çështjet islamike mbi të tjerë. Pra nuk ka këmbë, nuk ka. Nuk janë të pak, prandaj po them nuk janë të pak. Jo veç këtë fe, po as në krishterizëm këmbi s'ka lu rol te dogma fetare. Tani ne kemi të bëjmë me një krishterizëm të liberalizuar komplet pas reformave që kanë ndodhur në Evropë, është diçka tjetër, por në fakt në dogmat fetare që i nënshtrohen një regjimi të fortë ideologjik, kombis nuk çon pesh fare, ose është i parëndësishëm.